Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 21 dhjetor të 2025. Duket se është një ditë që kërkon shumë vëmendje dhe kujdes në çështjet që kanë bëjë me punën, lidhje me kontrata të rëndësishme, sepse pikërisht kjo ditë jo se ka diçka që mund të flasim në çështje të mëdha, por si ditë e diel, është ditë pushimi, është mirë që të rishikojmë disa gjëra sepse nëse nxitohemi është problem dhe kjo nuk është në të mirën tonë. Pikërisht data 21 është një datë që vërtet nga njëra anë na bën që të ndihemi ndryshe nëpërmjet punës ose të karrierës ose disa çështje të tjera që mund të ndiktojnë, por mirë është që të rishikojmë çfarë do të bëjmë në lidhje me anën e biznesit më tepër, sepse disa gjëra nuk shkojnë ashtu siç duhet. Mirë është të rikuperojmë disa gabime të së shkuarës, sepse gjërat janë shumë të ndikuar përsa përket ose disa gjëra tjera që mund themi blerjet ose juve keni me tregti, merreni me gjëra të tjera, keni kujdes, mos u nxitoni në vendime që do të merrni. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me njohjet ose lidhjet ose rrugtime të ndryshme të kësaj natyre, keni kujdes, mos u nxitoni, sepse ditë e sotme ka dhe disa surpriza jo të këndshme, por nëse jemi të kujdesshëm me këmbë tokë, nuk ndodh asgjë. Para se të fillojmë parashkimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për një parashkim të detajuar, kemi pikërisht faqen roz aty, duke klikuar dhe më pas e klikojmë, zgjedhim paketën që na intereson, shkojmë tek sekretaria dhe jemi gati pastaj për të dërguar mesazhe dhe për të marrë jo vetëm përgjigje, por mund të flasim në privat pastaj në WhatsApp dhe në Viber. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe kërkoni një parashkim të detajuar, kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni, pastaj jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen në kohën që na keni bërë subscribe. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për ju të shenjës e dashit duket se është pikërisht një moment ku tani për tani e keni mundësinë dhe kohën e duhur për sa i përket gjërave që do të ndikojnë në lidhje me ekonominë, në lidhje me disa vendime që do të merrni. Dita e sotme, si ditë e diel, mirë është të prisni pak, mos të nxitoheni, sepse nuk është në të mirën tuaj gjëra që do të ndikojnë ose çështje që do të keni tani e tutje. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dem të diçit të parë dhe me virgjëresh, bëni pa kujdes sepse mund të keni grindje sot, por janë grindje dashurie jo problematike. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë shenja e demit. Përsa përket shenjës së demit, duket se tani në këtë periudhë sado e vështirë të jetë, sado keni pasur probleme të ndryshme, kjo periudhë është një periudhë që mund të japi mundësi për të zgjidhur çështje problematike, për të zgjidhur gjëra që juve doni të zgjidhni në realitet dhe keni mundësinë për të arritur qëllimin tuaj, sidomos në punë, në karrierë dhe në vendet në të çështje të ndryshme që do të keni. Por gjithsesi, kjo periudhë është periudhë një kohë që kërkon shumë vëmendje në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshimet që do të keni, por të ndryshime janë ndryshime kalimtare, nëse do ta flasim në fakt në anën tjetër të mundësive që na jepen ose kohën që kemi ne, por bëni kujdes, mos u nxitoni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm të diçit parë, ujor të diçit tretë, është perfektja, edhe pse me disa problematika të vogla mund të zgjidhni problemet e juaja. Në anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me virgjëresh, sidomos paraditja është pak me sybet, prandaj mundoni që t'jeni sa më i koshient dhe larg debateve. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Në fakt binjakët duket se tani për tani kanë disa çështje, disa mundësi ku gjërat mund të ndikohen ose mund të diktohen në fushën e karrierës suaj. Disa momente ndryshe nga që mendojmë ose gjykojmë në fakt për arsye të punës, për arsye të marrjeve vendime të rëndësishme në kohën e duhur. Një moment nga mundësitë më të mëdha që mund të keni në fushën e biznesit është një moment shumë i mirë në lidhje me karrierën tuaj, sepse lidhje me karrierën ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me disa ndryshime ose disa çështje të lëna pezull, por gjithashtu është një mundësi e artë në lidhje me një bisedë që do bëhet për të zgjidhur një problem, një ngërç ekonomik që mund keni pasur ose disa çështje tjera. Këto lidhet pastaj në vazhdimsi edhe në kohën që ju keni ose mundësitë që t'ju jepen. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshk të diçit parë dhe me shiketar të diçit të dytë, duke se keni diçka të përbashkët dhe mund ta shfrytëzoni për të mirën tuaj, edhe pse është një ditë pak e ngarkuar në gjërat që doni të bëni ose në çështjet që doni të
bisedoni për çështje të rëndësishme. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Për gaforet tani për tani është një mundësi, është një moment shumë i vështirë për të marrë vendime. Është e domosdoshme për të kuptuar dhe për të biseduar për gjërat që juve keni dhe doni të realizoni. Megjithatë, është edhe një periudhë që tani për tani mund mos jetë më e mira e mundshme, por është më ndikuesja dhe periudha kur ndodhin fenomenet, disa çështje që kanë të bëjnë me ekonominë dhe stabilizimin e saj, është një moment mjaft ndryshe nga mendimet e tjera, por gjithsesi kjo periudhë është periudhë kalimtare dhe jo diçka problematike. Çdo gjë mund të ndikohet, çdo gjë mund të arrihet në anën tuaj nëse juve jeni me këmbë tokë dhe nuk ka vend për të shqetësuar. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dash dhe me peshore, mirë është të bisedoni, të gjeni zgjidhje për disa probleme që keni pasur në të kaluarën. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë luani. Me luanin tani për tani, edhe pse keni pasur disa çështje ose disa çështje që nuk i keni zgjidhur për arsye të punës ose për arsye kohe më tepër, por unë mund të them që kjo periudhë është periudhë kalimtare dhe jo problematike për arsye të karrierës ose të gjërave të tjera. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me akrep të diçka dytë, ka diçka që kërkon vëmendje në bisedime, ose nëse nuk jeni gati të përgjigjeni kërkesave, është mirë ta shtyni për një moment tjetër për gjëra të flasim gjëra serioze dhe jo gjëra kalimtare. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Për sa përket virgjëreshave, virgjëreshat duket se ditën e sotme vërtet është një ditë me vështirësitë e veta, mundoheni shumë për të arritur në finish, por nganjëherë gjërat nuk janë ashtu siç duket, por bëni kujdes nëse është e mundur t'i lini gjërat ashtu siç kanë qenë, sepse prapë ju e keni mundësinë për të zgjidhur problemin tuaj. Tani për tani nuk është koha e duhur për të marrë vendime të rëndësishme në çështjet ekonomike financiare ose në çështje kreditimesh. Mirë është që të bisedoni përpara pasaj të filloni, se kjo ditë, edhe si ditë pushimi që është, por është një ditë që duhet të kalojnë disa ditë pasaj të merrni vendime. Në anën shpirtërore me peshk mund bisedohet nga dreka. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Për sa përket peshoreve, peshorët duket se tani në këtë periudhë është një periudhë ku gjërat dhe fati do që juve t'i keni mundësitë për të zgjidhur një çështje problematike, edhe pse me vështirësi, edhe pse keni pasur çështje që rrallë herë qëllon, sepse momentet ose koha e duhur për zgjidhur problematika të ndryshme, ose një moment që keni pasur juve keni tani në këtë periudhë, është periudha që vërtet los një rol shumë të rëndësishëm në ekonomi ose në gjërat e tjera që do të ndikojnë, do të realizoni punën tuaj, karrierën tuaj në anën më të mirë të mundshme, sepse një nga çështjet më madhore ka të bëjnë ato të ekonomisë, ka të bëjnë ato të vazhdimësisë, të çështjeve të punës, të çështjeve të biznesit. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të 10 ditë parë, me ujor të 10 ditë dytë, që ka të bëjnë me një takim ose keni pas një ndarje, është një kohë për të biseduar dhe për gjetur zgjidhje në problematikat që keni. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepëve. Me akrepët duket se los një rol shumë të rëndësishëm ekonomia, stabilizimi i saj dhe marrja e vendimeve të rëndësishme në kohën e dur. Periudha që ndodhin fenomenet dhe momenti juve keni është koha më e mirë e mundshme, sepse zgjidhjet e problematikave që ka të bëjnë me punën me ekonominë dhe zhvillimet e reja që keni tani tutje, është momenti dhe periudha më e mirë e mundshme e duhura në anën tuaj, e duhura në lidhje me disa bisedime që keni, dhe kjo nuk do thotë se është problem, por do thotë që është vazhdimësia dhe korrektësia juaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak të 10 ditë parë dhe me dash, është diçka shumë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët duket se tani, edhe pse keni pasur mjaft probleme në anën tuaj, mjaft çështje për të zgjidhur, dhe një moment që është tani momenti kyç ekonomik, financiar, bisedime dhe ndryshime, periudhat që ndodhin fenomene të ndryshme është një mundësi e mirë tani, dhe koha që tregon për punën e tregon dhe nga ana e ekonomisë dhe stabilizimit saj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luantët e ditës parë dhe me dëm, sado që është problem dita e sotme, por mund gjendet një zgjidhje nga mbasditja nëse keni mundësinë për të zgjidhur çështjet anës shpirtërore dhe disa gjëra të tjera që do të ndikojnë në fushën e
karrierës dhe të dashurisë. Të dashurisë sidomos me këto dy shenja mund të jenë një zgjidhje. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapëve. Për sa përket bricapëve, meqenëse bricapët të duket se çdo gjë që ata bëjnë ose lidhin në fushën e punës, e lidhin gjithmonë me të tashmen. Dhe kjo është një anë e mirë për sa i përket arsyes sepse puna jo gjithmonë mund të ishte problematike, sepse keni pas edhe gjëra të tjera që mund të zgjidhni në një farë mënyre për punën dhe ekonominë, për ndryshimin dhe vendimin, për marrjen e për çështjet që keni në anën tuaj, por do të merrni konsiderat atë që ju kanë biseduar, sepse java që vjen është pak e vështirë në kuptimin e punës suaj, në kuptimin e asaj çka doni të bëni dhe të arrisni, por gjithsesi bëni pa kujdes dhe koha tregon që jeni me shumë shanse në këtë drejtim. Por gjithsesi, dita e sotme është një ditë që duhet të jeni pak të kursyer në ato çka doni të bëni dhe pak të tërhequr nga entuziazmi që mund të keni, sepse është një ditë e vështirë në përgjithësi për gjëra që doni të bëni, ose në çështjet e punës, ose në çështjet e dashurisë, sidomos me peshore dhe me dëm. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e ujorit. Për ujorët duket se tani kjo periudhë është periudha që vërtet do të keni mundësinë për të zgjidhur çështje problematike, por këto probleme nuk mund zgjidhen sot për sot ose në këto momente, por mund të është një hap shumë i rëndësishëm për të nisur një rrugtim të ri drejt së ardhmes ose dhe së gjërave që keni, sepse edhe koha ka provuar që juve jeni me fat në këtë drejtim dhe i keni mundësitë për zgjidhur çështje problematike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshorët e ediçit parë dhe me dashët e ediçit të dytë, ka diçka që mund t'ju mbajë dhe jeni në anën tuaj dhe në pozicionin tuaj më të mirë për sa i përket vazhdimësisë dhe korrektësisë suaj. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshëve. Për peshit, tani për tani, sado që janë të vështira gjëra, sado që i keni mundësi për zgjidhur gjërat e juaja në kohën e duhur, ndryshime dhe vendime që mund të merren, periudha që keni të bëni me ekonominë, me stabilizimin, me konkretizimin e një lidhjeje afatgjatë, sepse kjo është edhe ky është momenti i duhur për sa i përket zgjidhjes së çështjeve madhore dhe financave, të lidhur me financat ka të bëjë shumë një çështje e tillë, por gjithsesi kjo periudhë është periudha që do të ndryshojnë shumë gjëra në jetën tuaj, por dhe mundësitë që juve keni. Mundësitë janë të duhurat, edhe pse keni pasur probleme, edhe pse juve nuk jeni akoma të përgatitur për sa i përket një takimi të rëndësisë veçantë, them unë, për të zgjidhur një problem të madh në fushën e ekonomisë ose një marrje në një punë në supermarkete të ndryshme. Ditët e sotme anashkalojeni se ta anashkaloni, se është më mirë për juve, por jo të nxitoheni sepse duhet marrë se dikush tjetër do futet në punën tuaj. Është një punë shumë e vështirë, nuk e bën çdo njeri përveç juve, sepse juve keni intuitën të zhvilluar dhe telepatik shumë në lidhje me ndryshime që do të bëni. Kurse në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjakët e ediçit të parë ose me shigjetarët e ediçit të tretë, që është diçka shumë pozitive, por në anën tjetër keni me virgjëresh, që është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm që ndonjëherë. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht datës 21 dhjetor të 2025-s. Para se të ndajmë bashkë, nëse dëshironi një parashkrim të detajuar, atëherë kemi pikërisht këtë faqen këtu. E klikoni, e shikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhe në kohën që keni bler paketën dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, e doni të dërgoni mesazh. Dhe si ta dërgoni këtë mesazh kur na shikoni live, e dërgoni mesazhin dhe nuk vjen mesazhi. Atëherë, pikërisht tek ky butoni këtu, e klikoni dhe duke na bërë subscribe, juve jeni automatikisht që mund të përgatisni mesazhin, ta dërgoni direkt dhe unë t'ua lexoj për pyetje përgjigje për të marrë përgjigjen tuaj për pyetjen që juve dërgoni. Por juve që doni që në kohën që ne jemi online, ose nuk jemi online, ose juve doni të dërgoni mesazh në moment që keni takim, keni bisedim momental, atëherë kemi pikërisht këtë butonin këtu, membership, dhe më pas jeni gati për të dërguar dhe direkt mund të merrni përgjigjen në privat. Unë një rëpulla, një roj më të mirë në mundshme. Gjithë mirat.